Çka muj me bafët për me mbet shtatzan që një vit pas sukses, te mjeku gjdo sen thot është në rregull. E para gjë që duhesh me ba me ditë se këto gjëra, shtatzania, risku e tjerë, janë dorë të Zotit. E dyta, nuk duhesh me u demoralizu. Tash, alhamdulillah një vit i pas ke martesë, nuk është se u bon nami. Që ti me fillu më mërzit dhe në atë mas sa me kalun depresion. Jo. E treta, gjithmonë me nejt në kontrolat të mjekës. Mos me negligju këtë pikë. Pastaj, me prej nej kurban sadak për Allahun, ose me edhon nej të holu, her pas here sadak për hirtë Zotit. Pastaj, me shku me bo në i lezim Koranit e ndoni hoqë ti me bashortin tanë. Me falë namazin, me bo doa namaz, me pas mendim shumë të mirë për Allahun, si që kanë pas pejgambert e Zotit, kur nuk e kanë hupi mytin. Tjetra, fjallën estagfirullah wa atubu ilej. Me thonë gjdo dit edhe ti edhe burrit, sa të mundeni ma shumë, me mira herë. Sa të mundeni ma shumë, estagfirullah wa atubu ilej. Qëto e në këshilla që të kisha me t'i dhonë, kështu në shpejtësi në këtë 1 minutë e gjysë. Zotit rujtë.